Pasi dash përvojën time në videon e kaluar, flasim për ato nëna të cilat u është kërkuar miratimi, është bërë sikur është kërkuar miratimi tyre për manovrën Kristeller. Të paktën ato që më kanë shkruar për vitesh në BNB ua kanë propozuar, ua kanë thënë. Disa nëna janë dokumentuar më parë, përpara se të shkojnë të lindin mbi këtë, gjithmonë deri në një farë pike për sa mund të bëjë një mama e cila nuk është profesionale, që i përket kësaj fushë, ginekologjisë etj, nuk është mjeshtre, është thjesht mama. E din çfarë është, e din edhe që nuk këshillohet, por janë të informuara deri në një farë pike, nuk ishin thelluar dhe për këtë shpesh fajsojnë edhe veten, edhe pse nuk është vetëm faji i tyre. Nuk është vetëm faji ynë. Është komplet diçka tjetër që mbahet në fshehtësi. Pra, po thoja, ua kishin propozuar dhe në çastet e parë kanë thënë edhe jo, sepse e dinin pak a shumë se sa rrezik sillte. Por në momentin që i gjithë ekipi që po kujdeset për ty është në panik, pikërisht për t'i kërkuar të shmangnin ndërhyrjen e cesarianit urgjent, dhe sërish ua kishin propozuar këtë lloj manovre famkeqe, dhe shumë nëna, pas shumë orëve që kishte zgjatur lindja, merrni me mend tani, nuk arrinin të kuptonin më asgjë se çfarë po bëhet në atë sallë, ishin me të vërtet të dëshpëruara, fëmia s'po dilte, pra në atë çast paniku për nënën, në atë çast vuajtje, në atë çast brishtësie kaq të madhe, lodhje dhe vuajtje, nuk arrinin të kuptonin më asgjë dhe në atë çast pikërisht ua propozojnë. Pra ekipi ua propozon edhe ka thënë po, praktikoheni, ka dhënë lejen, nuk e dija më kuptoni arri. Pra kjo mënyrë mbi shumë nëna është kërkuar miratimi, është praktikuar kjo lloj mënyre të tmerrshme, dhe nuk e di sa pak nëna dhe foshnja mund të ketë shpëtuar nga dëmet që mund të ketë, pasojat e mbi foshnjën, mbi nënën etj. Pra, dhe nuk e di se sa janë të shëndetshëm apo mund të kenë pësuar diçka. Me kalimin e viteve, duke folur me nënat e faqes Bebe Vogulush, që nuk e kam pasur këtë fat, më kanë shkruar, po thuhet se çdo muaj më shkruajnë, dhe e shtyr pak a shumë nga mesazhet e tyre që më dërgojnë, çfarë bëra, vajta kërkova refertin, atë dokumentin e lindjes së Timbirit, dhe po të shkoni të lexoni, po ta shihni dhe ju e keni është kryer mbi ju kjo lloj manovre. Shkoni shihni refertin e lindjes, mënyrën si është zhvilluar dinamika e lindjes së fëmijës, e ardhes së në jetë të foshnjës suaj. Ata nuk e kanë shkruar, edhe pse e kanë bërë këtë lloj manovre mbi trupin tuaj, e kanë bërë Kristellerin mbi trupin tuaj, nuk e kanë shkruar. Pra, nuk kanë vënë as pak në dieni, rasti më i keq, për pasojat, t'i shpjegojnë nënës qartë, jo në atë çastin e panikut, por shumë herë më përpara, se çfarë pasoja sjell kjo manovër, çfarë rreziqesh ka për foshnjën, çfarë rreziqesh ka për nënën, etj. Ju përshëndes, më ndjeni që ndoshta prek ndjeshmërinë tuaj si nëna, por shpresoj që të kaloni një ditë bukur. Më falni nëse e hapa këtë. Vendose ta hap edhe. Kërkoj ndjes. Ju përshëndes, kalofshi